Kandidati për deputet nga PDK-ja Naita Asani, i cili pësoi ndryshim votash teksa po ndodh në rinumërimi në 914 vendvotime, ka thënë se votat e tij janë rritur në mënyrë të padrejtë e duke përdorur emrin e tij për manipulime. Ai përmes një postimi në Facebook ka shkruar se nuk hyn në politikë për të fituar me mashtrime, por për të fituar me besim dhe se nuk ka nevojë për vota të vjedhura. Ai bën thirrje që të jetohet çdo votë reagim politik në mbrojtje të dinjitetit tim dhe të votës së qytetarëve, e emërton ai postimin e tij të plot në Facebook. Të nderuar qytetar, në zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit 2025 është cënuar rënd vullneti i lirë i qytetarëve dhe është sulmuar drejt për drejt dinjiteti im politik dhe kombëtar. Me atë që pash në rinumërim, votat e mia janë rritur në mënyrë të padrejtë, duke u përdorur emri im për manipulime të papranueshme zgjedhore. Ky veprim përbën jo vetëm një shkelje ligjore, por edhe akt të rënd moral dhe politik. Unë refuzoj kategorikisht çdo votë që nuk buron nga vullneti i lirë i qytetarit. Nuk kam hyrë në politikë për të fituar me mashtrime, por për të fituar me besim. Nuk kam nevojë për vota të vjedhura sepse respektoj votën e ndershme më shumë se çdo rezultat. Drejtësia nuk duhet të hesht, as unë nuk do të hesht. Unë do të vazhdoj të qëndroj në anën e qytetarëve, në anën e votës së lirë dhe në anën e së vërtetës, edhe nëse kjo rrugë është më e vështira. Ky reagim nuk është për të mbrojtur vetëm emrin tim, por për të mbrojtur të ardhmen demokratike të Kosovës, shprehet Naita Asani.